për një vend vogël, si kur të kishte me u centralizu, unë mendoj që kishte me qenë shumë ma efektive. Po të na duhet të jetojmë me këtë realitet edhe të shohim si mund balansohen këto, si them ashtu, forcat mes të nivelit qendror, pra Ministrisë së Arsimit dhe nivelit komunal. Kjo s'mundet mund ndru që ky ligj pa përcimin e 2/3 të... Ja, nuk mundet. Jo, ky hyn ato ligjet e veçanta në kushtetutë që definohen që kërkohet edhe mbështetja e grupeve minoritare. Janë pra disa ligje aty që... Nëse s'mujna me ndru këto, çfarë duhet me bëu pra? Shife, tash mas pari sa i përket komunave, unë si një problem, e pastaj edhe zgjidhjen e jap, kishte me qenë që kapacitetet e komunave për ushtrimin e kompetencave tyre janë shumë dobta, me të vërtetë. Ka komuna që i ka për shembull 25 shkolla, i ka 2 zyrtar krejt ose 3 të arsimit në nivelin komunal. Edhe komuna që i ka 3-4 shkolla, prap i ka 2 zyrtar. Po ashtu. Do me thënë, nuk janë në gjendje me këto kapacitete që i kanë ta bëjnë mbikëqyrjen. Thjesht, këtu duhet me ndërhy shteti, me ju leju komunave dhe me nxit, me pas do me thonë një strukturë menaxhuese për sistemin e arsimit e cila është efektive. Për shembull, komunat nuk kanë asnjë mënyrë me i mbështet shkollat në aspekte pedagogjike. Përpara kanë pas në vitet e 80-ta institute pedagogjike, të paktën komunat e mëdha, pastaj i kanë shërby edhe të voglat. Tash për shembull nuk ka asgjë në nivel të komunës. Janë zyrtarë që përkujdesen më shumë për logjistikë, për paga, për gjëra të kësaj natyre. Kjo do të ishte në nivel të komunave që ka mund të bëhet.